Llogaritet dikun që një 400.000 vetë kosovar kanë ikë nga ky vend 10 vjetët të fundit. E unë mërgjimtar të dashën, kisha pas dëshirë me ditë me u bo një pyetje edhe me marrë një përgjigje për jush pse keni ikë atje në Perëndim. Cila ka qenë arsyeja kryesore? Në bazë të bisedave që kam pas me shumë prej jush, unë kam marrë në konkludim që ju keni ikë për shkak të arsimit të dobët dhe për shkak të shëndetësisë së dobët. Shumica nga ju kur ju kam pyet në biseda private, më keni thonë që na po ikim për shkak se nëse smunesh nuk iku më shku, spitalet janë mizerje, nuk ka trajtim dinjitoz, nuk ka qasje serioze në trajtimin e pacientave e kështu me radhë. Ndërsa për arsim, keni thonë i kemë marrë fëmijët e nuk kena desht me i rrit këtu, pasi që arsimi është në gjendje të dobët. Nga aja mund të konkludoj që kosovarët nuk po ikin, pra ju, kosovarët e dashur, nuk keni ikë për shkak të çështjeve ekonomike, po problemi kryesor ka qenë tjetër kënd, domethënë në dy sektorë tjerë, ato janë arsimi dhe shëndetësia. Hajt kallëzoni pse keni ikë.